Këto janë 6 gjëra që i rrisin tërheqjen e një femre ndaj një burri. Numër 1 është vetbesimi. Do të thonë vetbesim me afru femrës, me nis me bisedu me femrën, me marrë iniciativë, me udhëheq femrën. Me pasat vetbesimin mi thonë, edhe guximin mi thonë jo femrës. 2. Stabilitet emocional. Nëse largohet femna, me qenë stabil. Nëse nuk ta kthen mesazhin, me qenë stabil. Nëse bën diçka që ti dënon, me qenë stabil. Mos më eksplodu, mos më mbërtit, po me qenë emocionalisht gur, i qetë. 3. Stabilitet financiar. Nuk do me thonë sa pare ti kini në llogari, po si kujdesesh me pare. Edhe a ki ambicje në jetën tënde, që nuk rrim vetëm pa punësi edhe në demeli, po ki golla edhe aspirata. 4. Me qenë i fokusum në qëllimin edhe misionin tënd të jetës. Do me thonë, mos me qenë i fokusum të kohën të femna, po me qenë i fokusum të puna, të misioni, të dëshirat, të ëndrat e tuja. 5. Mu rujt me vetveten, me rujt trupin, me shku në palestër, me këshyr çapo han, çapo pin. Kur ti e ruan vetveten, atëherë ti bjen në sy të femra tjera. Kur bjen në sy të femrave tjera, ata e lypin vëmendjen tënde. Nëse femra tjera e lypin vëmendjen tënde, atëherë ngritet xhelozia për femrës tënde. Ajo është një gjë shumë e shtrenjtë për ngritjen e tërheqjes. 6 është dhëmshëria ose inteligjenca emocionale. Ti si burr me qenë shtyll edhe me dhon hapësirën për mu shpreh femra jote, gruaja jote, çdo send që ka mbrana që është negative, edhe me di veten të sigurt të ti që ti ja kupton, edhe nuk e gjikon.